partitë politike, për shkak se sikur ky e ka ditë që nuk i ka 80 vota. Por atëherë kur me pa pas vullnet, sigurisht që i kish marrë edhe ta zomë le dhe kënë ministria kish donë, ndaj zavens minister, zavens kryeministër, e kish bë koalicioni, e kish përgatit sikur atëherë thonë që me Isa Mustafën. Për thoa që atëherë nuk i kishte 51%. Jo, ka pas edhe më pak. Edhe më pak. Edhe më pak ka pas dikun 33% ka pas vota. Për që i bie është të domosdoshme të ketë një koalicion qeverisës që më pas edhe sjell ndoshta këtë bashkëpunim që ofron edhe kryeministrin edhe presidentin më pas. Ta them drejtë, duhet të folim edhe fillet kur kemi filluar shtetësinë, kur është hartuar kjo kushtetutë. Është hartuar me konsenzus të udhëheqjes pushteti. Nuk mund të udhëheq një parti politike në mënyrë autoritare për shkak se pra është shumë. Kjetë edhe kuvendi, edhe qeveria dhe presidenti. Po problemi këtu për shembull, për çfarë po them, duhet kem parasysh se kjo kushtetutë është e konsensusit. Ne kemi femnat që duhet, ndoshta një femën e pezon me VVS ose LDK-s, me 1000 vota hin deputet, ndërsa mashkulli hin me 10.000. Se janë të privilegjuar vota. Domethënë çdo e treta kandidat duhet jetë femër. Masandaj, i kemi 10 deputet komunitetit serb. Ata edhe me 100 vota mund të jetë deputet. I kemi komunitetin... Kanë të garantuar me kushtetutë. Kanë garantuar. Këtu për shkak po them është kushtetutë e kompromiseve, konsensusit, edhe të themelimi institucioneve shtetërore, edhe udhëheqjen e pushtetit me kompromise. Prandaj, këtu kemi tash një situatë të rëndë, për shkak se me fitore është numri 51%, nuk është i vogël, që ka rritë suksesi më të madh që asnjë parti politike se ka rritë më përpara, e ta shkypen dhe në vetën kryeministri pak më i fortë, më komod me 51%, po nuk po dorë me bu marrëveshje me askënd. E këtu është ai problemi krejt, vullneti për marrëveshje.